Kanë përfunduar ndeshjet e marsit për kombëtaren shqiptare. Janë 2 ndeshje të cilat nuk kanë pasur asnjë surprizë, as surprizë të mirë, as surprizë të keqe. Shqipëria ka marrë 3 pikët, ndaj Andorrës duke fituar binçët në shifra 3-0 në një lojë të dominuar nga kuqëzim, ndërsa lëm pas kështu humbjen 2-0 me Anglinë në një ndeshje e cila na ka zhgënjur disi. Sot do të jemi në një analizën e parë pas ndeshjes pas fitores kundër Andorrës, me zyrtarin e Veronës, me Dretan Ervishin. Dretan, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për bashkëbisedimin që më ftova. Dretan, Shqipëria Andorrë 3-0. Po shikoja pak statistikat e Andorrës dhe më vura re që ishin 0-0-0-0 gjithë ato të Andorrës kudo, pra as nuk isha zgjuajtje në portë, as zgjuajtje jashtë porte, as krahasime, as gjë të rrezikshme. A kishe para mban mend ti në kujtesën të në një dominim kaq të madh të Shqipërisë ndaj një kundërshtari, qoftë edhe në nivelin e Andorrës? Niveli i Andorrës është niveli i parafundit i futbollit botror evropian, flasim për Europën. Më poshtë se Andorra vetëm San Marino është me statistikë, do thonë. Dhe San Marino tash e ka kaluar se kanë ardhur 2 lojtarë që luajnë në Serie C italiane dhe janë bashkuar San Marinos. Një ekipi San Marinos luan në Serie C, të tjerët luajnë amatorial dhe më shumë vinë gjithë nga amatorët. Ishte një ndeshje stërvitore, mos bëhemi naiv, ishte një ndeshje stërvitore për ne. Problemi ishte se mos gabonim dhe mos bënim figurën më të keqe të mundshme që na shënonin gol. Për arsye se këtë herë presioni ishte te ne. Siç ishte ndeshja e parë te Anglia, këtë herë ishte tek ne. Dhe për mendimin tim bën detyrën minime, si më thënë notën 5 për kalimin e klasës, por për arsye jo të djemve, po të kundërshtarit, një kundërshtar shumë i dobët. Dhe unë po ta përsëris siç ta kam thënë herë se kaloi, ne nuk kemi një kombëtare që duhet ketë frikë nga Anglia, Italia, Gjermania. Mund të humbësh, po humb gjithmonë me dinjitet. Nuk mund të humbësh siç humbi Andorra me 0 gjujtë në portë në Londër. Kjo është problemi, nuk është problemi që ne fituam me Andorrën e rrafën e sigurt nga në 12 natës. Nuk ka vlerë në një ekipi të kategorisë 2 të Shqipëri, Andorra. A kupton? Nëse shikon ndeshjet e fundit të Andorrës, gjithmonë humbte me 1 gol diferencë me 2 aty luajti, nuk është se ishte një ekip që humbte 4-0, 5-0. Mendo kur luan me këto ekipe dhe lojtarët janë profesionistë, lojtarët bëjnë 1-2, nuk rrallë ekipe janë ato që të mundin thellë, tash 1-2 dhe ruan nuk duan të konsumohen, se mos harrojmë që bëjnë shumë ndeshje në vit lojtar. Po. Tash nuk është si vite më parë që kur vishin kombëtar ishte një ditë e mërkurë që u luante, se nuk u luante të shtunave, dhe jepshin maksimumin, sa ndeshje ishte për arsye se në Champions League që javën e parë dilje jashtë, ishte vajtje ardhje sistemi, ka ndryshuar gjithçka. Gjëja pozitive që pam djet është më vjen keq, po që të bëj të shumë të gëzuar ty është Armando Broja. Është Armando Broja për arsye se 70 disa minuta që luajti na tregoi se çfarë lojtari fort. Mu bë shumë qefi për Myrt të Uzunin, për pasi ai është një djalë që e dashuron kombëtaren, jep gjithçka për kombëtaren, të gjithë djemtë, pa ai në veçanti. Pasi ai djalë është, ai çdo sukses që ka arritur në jetë, të gjithë e kanë arritur me punë, por nga vjen ai dhe historia e tij është doppio punë, për arsye se ka filluar nga Fieri, të kaluar te Laçi, Lokomotiva Zagrebit, ka bërë një në Hungari, ka shkuar dhe gjithmonë ka qenë në ngritje. Dhe më bë shumë qefi. Pastaj. Nëse do të jemi të vërtetë deri në fund, ndoshta Myrt të Uzuni është lojtari më i përgatitur fizikisht te Shqipëria, se talenti mund të ketë shumë më të mëdhenj se Uzuni, po më i përgatitur fizikisht. Talentin, po të themi për talente, ne kemi 1-2 talente që mund të thuash, talente. Një është ai që të thash më parë dhe ndonjë tjetër që do të themi më vonë. Por unë ndje prisja që të shikoja Muçi në fushë, të shikoja Parazit nga minuta parë, bëri shumë me shenjë, doja të shikoja
mbrojtje që ty të kumbulla në vend të Ajetit, jo se Ajeti, për arsye se e dishim kundërshtarit. Ose ai dha maksimum kundërshtarit, mbaro pjesa parë 2-0, bëi 5 ndrime një herë. Për arsye se ata nuk u duke ekipi që minutët e para që nuk mund ta bëshin. Flasim drejt. Po, drejtanti folja për Armando Brojen. Nëse nuk do të ishte Armando Broja dje në fushë, mendon se Shqipëria do të kishte vuajtur më shumë me Andorrën? Ja, dje. Ishte dita thua. Ja, dje. Jo, unë ta thash me atë kuptim që mori minuta djali, mori 70 sa minuta lojë. Ishte shumë e rëndësishme. Pastaj, unë mendoj që Broja duhet luajë me Manaj të dy afër njëri tjetrit. Okej. Duhet Manaj që të ketë lirinë e lëvizjes, të shkojë nga majtas, djathtas, të jetë qendrore, për arsye që të shfrytëzojmë fuqinë e Brojës në luftën me trup dhe në shpejtësinë e tij dhe driblimin e tij. Unë mendoj kështu. Unë nuk e kuptoj pse ne luajmë gjithmonë 4-3-3, pse nuk edhe ndonjëherë mbrojtja me që bëhet me 5-3, po gjithmonë mbrojtja me 5. Pse nuk luajmë një herë për shembull me 2 sulmues dhe një 3/4 mbrapa? Se I kemi lojtarët. Mund të vëmë dhe Uzunin që të luajë gjithë krahun me 3 qendra, gjithë krahun e djathtë dhe gjithë krahun e Majt Muçi. Që I kemi lojtarët. Edhe dje trajneri tha, këtu te kombëtarja është meritokracia, tha ai, e dëgjova besoj, që zgjodha me meritokraci. Edhe këtë nuk e kuptova. Nuk e kuptova se ku bazohet meritokracia e trajnerit. Meritokracia ku bazohet? Te minuta që kanë lojtarët, besoj, se ky trajner nuk është. Po zohet që jetë bazuar në stërvitje sipas fjalëve të tij. Po çfarë stërvitesh, ky është seleksionues, nuk është trajner. Trajner ne të gjithë përdorim fjalën e gabuar trajner. Trajner është ai që punon 24 orë me skuadrën nga hëna të premten, të shtunën ka një stërvitje të lehtë dhe të dielën ka ndeshje. Dhe kështu vitin e tërë. Ky është një seleksionator. Ky duhet zgjedhë lojtarë që kanë më shumë minuta dhe lojtarët senatorë që duhet të jenë gjithmonë. Se ti nuk mund edhe sigur mos luaj as minutë, siç është rasti i Ramadanit. Po siç edhe Dimshiti, po mos luaj as minutë, dhe thras dhe atë nivelin e agresivitetit, pasi ata e njohin shumë më mirë. Dhe ne jemi me fat që kemi shumë lojtarë që e duan megjithënë kombëtarën. Jemi me fat. Ti folje për Ernest Muçin, në fakt gjithë e duan Ernest Muçin. Por a jep të drejtë Silvinjës, vetë Silvinjë e datë nuk kuptuar që ky lojtar nuk po servitet mirë dhe për sa kohë nuk servitet, nuk e meriton të jetë pjesë e kombëtares. Domethënë ideja është tu, nëse Ernest Muçi ka ngelur në stol të Legia Varshavës për shumë kohë, nëse janë ndruar 3 trajnerë të Beshiktashi dhe të 3 kanë në stol, a është problemi me Silvinjën apo me Ernest Muçin? Jo. Si çdo trajner bën dhe zgjedhjet e veta. Ne jemi duke bërë një bashkëbisedim dhe kemi mendimet tona. Muçi luan te Beshiktashi. Ne duhet kuptojmë që te Beshiktashi mund të ketë lojtar më të fortë se Muçi, por këtë nuk heq të drejtën Muçit që të luajë me kombëtaren tonë. Për arsye, siç po ta përsëris, që ne nuk kemi Mesin, Ronaldon, që mos luaj Muçi. Është thjesht edhe dëshira e njerëzve për ta parë. Se është prodhim I Akademisë të Tiranës, është prodhim Madein Albania, sistemi, sakt. Prandaj ne duhet ta shikojmë. Muçi ka kualitet, nuk mund të thotë Silvijës ka kualitet, është ashtu. Nuk jam dakord. Tash mos marrim atë patentinën që dim gjithçka. Ai është trajneri, është seleksionatori I Shqipërisë, jo trajneri, dhe ne e respektojmë, po jo që ta japim mësime. Po çfarë muati te rasti I Ernest Muçit? Do të thonë jo vetëm te Shqipëria, por në gjithë të historinë e tij, domethënë ka një talent I jashtëzakonshëm, por nga ana tjetër nuk e shfrytëzon kurrë në potencialin e vet maksimal. Të lutem, nëse ti nuk punon si gazetar, unë të lej ty gjithmonë në rezervë, nuk shkruan as I shkrim, as gjë. Kush do ta vërtetoj se ti je gazetar? Ti, Ernest Muçin nuk I ke dhënë asnjë minutë, nuk I ke dhënë shans që ti ta shikosh Ernest Muçin se çfarë mund të bëj. Kupto? Nuk I ke dhënë. Në qoftë se Hasanit ja ke dhënë gjithmonë këtë shans, dhe kur ka gabuar Hasani, dhe kur s'ka gabuar, tjetër ja ke dhënë, siç ishte rasti I Uzunit, kur e provonte atë kohë që ishte jashtë forme. Po nëse supozojmë që Ernest Muçi nuk I merr seriozisht stërvitjen e kombëtares? Po nuk ekziston asgjë. Nuk ekziston asgjë. Po ta jap me 1000 firma, janë të gjithë profesionistë.
nuk lejoj asnjëri që të flasi për djemtë e kombëtarës shumë. Ta janë të gjithë profesionista. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Për ndryshe se ai nëse do sillet ashtu nuk do thriste herës tjetër. Nuk do sillet herës tjetër. Ngjitet për të parë, po. Jo, po të thoja që dje ishte për të parë Muçi, Armando Broja, Manaj, shikoni pak spektakle, të tre janë lojtarë që i pëlqen spektakli. Në mënyra të ndryshme. Manaj është një finalizues fantastik, fuqishëm, mban repartin vetëm. Broja dhe Muçi janë ata që të japin atë spektaklin. Broja është shumë më përpara dhe nga ana fizike. Drejtan, ma shpjego pak atë shprehinë e fytyrës Armando Brojës dje në pjesën e dytë. Duaj një shpjegim tënd që çfarë po kuptoje ti, ishte pak i frustruar me veten, ndoshta që e nisi nga fillimi, filloi të lodhe dhe ishte i natosur me veten që fiziku s'po ja lejonte të bënte disa driblime, disa lëvizje më shumë. Jo, ai ndoshta është i zgënjur me veten, jo, nuk besoj. Si çdo lojtar që kur ndrohet, del do të japi më shumë, gjithmonë më shumë. Ai në vetë ndoshta ka kujtuar se nuk ka dhënë më shumë. Ndoshta donte të bëte gol, daj, themi drejtën. Janë djem të ri, duhet i kuptojmë, por nuk ai dha gjithçka dhe Armando Broja mos harroj që vjen nga një dëmtim shumë i rëndë. E kupto? Pash diçka të bukur, dhe pash afër dje edhe tek kur doli, e pash nga afër, fizikisht është të premisuar shumë dhe kjo ndoshta më në fund e ka kuptuar preparatorit e tij që fiziku aty duhet të forcohet më shumë ose që mos ketë dëmtime të tjera. Okej, pas kësaj do i shërbej më shumë, pra do të ketë më pak gjasa për të dëmtuar me rritjen e muskujve. Atë ka ndorë dhe pak fati, por fati ngaherë kërkohet. Unë them që nuk do ketë më dëmtime dhe unë duhet të shoh po e përsëris 1000 herë këtë gjë. Duhet të shoh Brojën jashtë kampionatit anglez. Duhet të shoh Brojën në Serie A Italisë. Dhe do shikoni se çfarë spektakli do jetë. Dhe vjet dhe Brojën e ka kërkuar Atalanta, për arsye se unë kam një misi të veçantë me Toni D'Amico, drejtorin, pasi kemi punuar 3 vjet bashkë. Edhe Toni më tha nuk arritën ta merrshëm, Chelsea nuk ka është merkato shumë e rëndë të shkosh te Chelsea. Janë të rëndë shumë dhe kërkojnë shumë. Dhe është lojtar unik. Dua të ndalemi pak edhe te Cristian Aslani. Si do duk performanca e Aslanit dje kundër Andorrës? Ishte hapi shumë topa të rrezikshëm që u kthyen në gol pasaj, por nga ana tjetër e vura re që kishte çika ngadalësinë, nuk e përdor pak fantazinë, luan atë futbollin e thjeshtë, por ndonjëherë është pak i avashtë. Aslani është një talent, po dhe nuk ka minutat. Flasim si punë e Aslanit, tash pavarësisht se klubet janë 2 klube të ndryshme, shupen të 2 klube të mëdha. Asani dhe Muçi, të dy nuk kanë minuta, apo jo? Bile Muçi mund të ketë minuta më shumë se Asani, po ti mbledhin në total. Tash ai sa më shumë të luaj, aq më shumë do na tregoj nivelin e tij, se nga ana teknike, individuale. Asani është lojtar shumë i mirë, një talent. Unë kam shumë dyshime nga ana fizike, pasi futbolli modern tash kërkon prestacione shumë të mëdha fizike, nuk kërkon vetëm prestacione nga ana, nuk mund të luash dot i ndaluar në vend tash. Pastaj dje kishte shumë liri për të xhiruar majtas, djathtas, për të dhënë topin kudo te ai. Nuk kishte një presion të lartë tek zona e tij. Presione kishte këtu në mes fushë dhe presion me ngadalt, me kohë të gabuara. A vuan Shqipëria për një fantazist, ose nëse do të pyesja ndryshe, kush është mesfushori lojtari i Shqipërisë që ka më shumë fantazi për hapjen e topave, pasimeve të rrezikshme dhe të gjitha këto? Kush do të ishte ai? Për mua është Aslani. Aslani duhet marrë më shumë detyra vetes, duhet japë më shumë detyra, më shumë personalitet vetes. Nëse do të bëhet diçka, nëse do të bëhet një lojtar me emër, nëse ai është i kënaqur me atë që ka arritur tash, mendoj që karriera e tij do mbahet më që ka qenë një lojtar i Inter që ka fituar kampionatin me Interin, por nuk do të jetë protagonist as me Inter, po edhe me kombëtarën. Mos harrojmë se futbolli, gjëja e bukur e futbollit është shesh burrash. Në shesh burrash vjen një burr tjetër dhe ta zën vendin. Dhe jo të jesh Dritan Dervishi o Iksi. I të vjen tjetër, luan më mirë.
Edhe nga të rinjt poshtë vinë më të mirë. Ai Pajazit është lojtar i mirë, është lojtar i mirë ai. Nuk është lojtar që ne nuk kemi talente të mëdha botërore, kemi lojtar punëtor me një talent që mund të rinë shumë mirë dhe të bëjë një grup fitues. Tashi nuk më pëlqen edhe ky entuziazm i madh që fitu me Andorrën, sikur duan të na thonë të fshim atë që pam me Anglinë. Jo, me Anglinë, ngelit 0 gjujtë në port. 0 gjujtë në port. Por edhe dje, po të shikoje, prap ne kemi një tifozeri fantastike. Pavarësisht se lëshuan të vendin qendër atje për me të drejtë, unë jam të drejtë. Nuk mund të jetë bileta me Andorrën 100.000 lekë për ballë dhe 20.000 lekë mas porte. Tash i flasim drejt. Po kush është Andorra, është si shkosh shohësh me gjithë respektin e madh që kam një ekip 4-3, një ekip që nuk ka që themi të shohësh Kamzën. Tash me gjithë respektin që kam për Kamzën, se kemi edhe miqë atje. Po nga që nuk ekziston si ekip, po e them. Po nuk është politika e biletave, nëse mendojnë na largojnë nga stadiumet tifozët, me atë të rrisim çmimis të vinë familjarët, në Shqipëri dhe 1.000 euro ta bësh biletën do vinë njerëzit. Kemi fatin e madh që do gjejnë ato lekë, do t'i marrin borxh dhe do i vinë. Po nëse ne do të largojmë masën e tifozerisë për cilë sinjorët, si i thon italisht, njerëzit që vetëm të duar të kasin, të pinë bira, të argjën lekë, atëherë rruga është të arrisim dhe më shumë. Po unë mendoj që futbolli është i joti, është i imi, nuk është i asnjëriu, nga këta asnjëri nuk e ka futbollin. Këta do kalojnë, siç kalojnë gjyshrit tanë, pjesë e jetës. Futbolli ngel i tifozave shqiptar. Gjithë shqiptarëve gjithë botën. Nuk na i heqin dot atë dashuri. Harrohet të na i heqin atë dashuri. Ta bëjnë si duan, prapë te ne do vinë. Se tash ti të lush me Andorrën, ma vesh atë biletat të çmim, sikur do të më largosh. Nuk jam dakord edhe për protesta fyri, nuk jam dakord fyri që i bën president. Nuk jam unë ajo kategori. Them o Samirja bën atë, jo, nuk ofendohet president. Se fundja presidenti është një figurë politike, nuk është figurë që zgjedh lojtarët. Po, që se na thonë që presidenti zgjedh lojtarët, dhe është për të përkupuar, po unë e di shumë mirë që presidenti merret me politikën e federatës. Nuk besoj se merret me zgjedhjen lojtarët, kush do luaj ky, do luaj ai, se në Shqipëri merrem shumë me llafe. Në Shqipëri kur han një gol për gabim të një mbrojtësi thonë shiti, apo jo. Barcelona Real Madrid 2-0 4-2 thonë shiti Reali. Ne kemi këtë kulturën që na ka hyrë kjo kulturë shumë e keqe. Ne duhet të fillojmë me kulturën e punës siç ka qenë përpara viteve 90. S'mund të marrim gjithçka të keqe nga ai sistem. Marrim gjërat e mira, marrim masivitetin e sportit, marrim shumë gjëra të mira. Por tifozët, të lutem tifozët mos spreken. Unë nuk jam askushi, kam mendim dhe unë jam qytetar i këtij vendi, kam mendim, kam drejt votë siç kam drejt votë dhe drejtuesit. Ju lutem shumë mos të ulen tavolinë, të flasin, diskutojnë, nuk diskutojnë. Pastaj nuk janë as tifozët tonë, nuk janë as tifozë të dhunshëm, që ti, nëse ti kishe tifozë të dhunshëm, siç ka Polonia, siç ka Serbia që djegin e bëjnë, atë ti mund ta marrësh atë mas. Ne kemi tifoza familjar, çuna të mirë që unë kur shkojnë të transfer që shikoj, ata pat njoft përqafojnë, bëjnë, pa dhe ata kërcejnë, bëjnë një fest. Mos diskutojmë më tifozët. Dje lëshuan atë vend qendrës dhe kaq. Okej, Dritan, urojmë që kjo thirrje sigurisht të dëgjohet dhe çdo mendim i yti është për të vlerësuar, por përpara se jo mendimi jon, mendimi të gjithëve, edhe ti mendon kështu. Po, sigurisht. Po, përpara se ta mbyllim, duhet bëni një pyetje të fundit. Pas këtyre dy ndeshjeve që ne lam pas në ndeshjet e marsit, a mendon se Shqipëria është gati për të pritur Serbinë në ndeshjen pasardhëse dhe mendon se kemi realisht shanse për të dalë fituar në këtë ndeshje? Folëm edhe pak në intervistën tonë të fundit për psikologjinë e serbëve që do të jenë në favorin tonë sepse janë të ngarkuar, luajnë me inat, siç e thotë edhe dhe në situata të tilla e kanë më të vështirë të shprehen në fushë. Por le të lëmë serbët në një krah tjetër, por vetë ne a jemi gati për të përballur me Serbinë në këtë moment? Jo, neve jemi gati. Ne kemi lindur gati si komp. A kupton? Është problemi si do vinë lojtarët nga klubet. Mos harrojmë që është dhe fundi që kanë mbaruar kampionatet, gjërat janë shumë faktor.
Shpresojmë mos kemi asnjë dëmtim në atë kohë, se është dhe fiks mbas kampionateve kombëtare, të gjithë Serie A, të gjithë që mbarojnë nga fundi i majit. Do të thënë trajneri do ketë më shumë ditë për të përgatitur këtë ndeshje, më shumë ditë. Duhet luajmë siç luajmë ne gjithmonë kur luajmë me ekipet e forta, duhet luajmë me besim, ish ndeshjen me Anglinë. Dhe të luajmë me taktikat tona që kemi gjithmonë, agresivitetin, ndihmojmë shokun. Dhe po të ndihmohemi dhe me tifozërinë që kemi do fitojmë. Në qoftë se ne mendojmë se jemi më të fortë se serbët që do fitojmë se ata i kemi rrahur, i kemi bërë. Jo, nuk i kemi rrahur asnjëherë, i kemi rrahur vetëm tavolinë. Jemi sinqert, nuk i kemi rrahur asnjëherë. Na erdhën Elbasan rrafën. Ne duhet të tregojmë dhe t'i bëjmë dhuratë tifozëve. Në qoftë se ata çuna megjithëse duhet t'i japin 300%. Pastaj rezultati i ndeshjes, në fund ndeshjes, nëse ata kanë dhënë 300%, kanë fituar dhe jemi 100 herë të gëzuar, kanë barazuar dhe jemi 50 herë të gëzuar, kanë humbur dhe jemi shumë gëzuar prapë, pasi na dhanë 300%. Na dhanë 300%. Okej, një detaj që se përmendëm, a do të pëlqente si ide që ndoshta në ndeshjet e ardhshme të Shqipërisë të kishim një Ali i cili luan në krahun e majt të mbrojtjes dhe mitej të spostohet më tepër për pjesë rami apo Alia është rezerva e mitej. Nuk mos e diskutojmë tash, mos flasim për gjëra fantakalçe, si më thon, si thot Italia. Nuk, ai është i padiskutueshëm. Është nga mbrojtësit e nga krahut të majt më të mirë. Mos harrojmë, Alia dha maksimumin. Po në daljen përpara, në fazën e sulmit, nuk na dha asgjë, ëh. E pe ndonjë ndeshje Alia, këto dy ndeshje dalin në fund crossojt, po është drejtë. Unë se pash. Në futbollin modern, kush luan mbrojtësi krahut të majt të djathtë, duhet të jetë një gjysmë sulmuesi. Duhet të fusi, do të furnizojë sulmin dhe të ndihmojë mes të fushës. Prandaj quhen motorët. Dhe një mendim për Sheun, mes Foshori Sheun? Për një ndeshje shumë të mirë, djali ka kualitete, kena pa dhe në Superliga atë, por nuk mendoj që mund të jetë titullar. Është një zgjedhje e mirë, Se kishe shumë krahasime me Klauzia Sulën për stilin e lojës, për gjitha këto. Shpresojmë të ketë dhe shpirtin e Gjasulës. Që jetë gjithçka në fush. Okej, Zidane, përshëndes, shumë faleminderit që ishe pjesë edhe në këtë analizë. Faleminderit edhe ty për bashkëbisedimin.